Personat që flenë në këtë pozicion duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Fjetja në stomak mundet që të shkaktojë degenerimin e shpinës, kështu paralajmërojnë ekspertët. Mjeku Adam nga Universiteti i Shteteve të Bashkuara Saint Louis thekson se kurrë nuk duhet të flini me stomak. Është befasuese se si shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se sa e dëmshme është kjo për shëndetin, post që shkatëron shpinën, një mënyrë e tillë e fjetjes e ul edhe shtypjen e gjakut. Nëse nuk besoni, provoni të ecni me kokën kthyer në njërin anë. Shumë shpejt do të ndjeni dhimbje në krahëror dhe në qafë. Trupi nuk e dëshiron një pozitë të tillë dhe po ashtu nuk e dëshiron edhe kur jemi të kthyer me fytyrën poshtë. Nëse në pozitë të tillë flini çdo natë, presioni në nyja dhe në nerva do të rritet përderisa degenerimi i shpinës do të zhvillohet me hapa të mëdha. Prandaj, nëse flini në një pozicion të tillë, duhet ta ndryshoni sa më shpejt që të jetë e mundur para se të jetë vonë.